Cila ka qenë fotoja më e mirë që mund ta dallosh prej punës tënde, edhe pse Pyetje e vështirë, po. projektet domethënë e artistit nuk mund dallohen si fëmija njëjtë. Po, shumë ke drejt llojdoshën me këtë pyetje që nuk mund dallon kurrë, por që po e dalloj gjithmonë për shkak të specifikës dhe lokacionit të Dhia e Egër, që quhet Mbretëresha e Alpeve Shqiptare. Në Prapavit gjendet Gjeravica, është një prej fotografive që do të me pas shumë fat. Se unë mund shkoj tash edhe 1000 herë ndoshta pa ndalë kurrë, por vijnë domethënë kafsha në atë pozicion ku në Prapavit jetë kodra si moja më e lartë, spoku në bazë të shënimeve që kemi në libra shkollor, si moja më e lartë në Kosovë. Gjeravica është Prapavi, Dhia e Egër para, por është shumë problem. Është edhe ka qenë prej fotografive të para që është realizuar nga artist shqiptar me aparat, me një cilësi çfarë e keni pas, sepse kaluan afërsisht gati 4 vite po shkojnë tek ajo fotografi, tash është më ndryshe, kanë shkret fotograf edhe tjerë, fotografi shumë mira besa, por që për atë moment ka qenë fotografia më e kërkuar, më e klikuar, më e shpërndar besa edhe nga ambasada ndryshme